Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar miq në emisionin 8-8. Historia mund të bëhet me dekada, mund të bëhet me orë, mund të bëhet me minuta. Dhe ne ju shfaqëm disa minuta të cilat bëjnë histori, demonstrojnë një dimension të shoqërisë shqiptare i cili është specifik, ka njerëz, individ që e quajnë unik, ndoshta unik jo, por është një dimension i jashtëzakonshëm në shekullin e ri që kemi hyrë, për shkak edhe të përplasjeve të cilat vinë edhe me frymë religjioze. Kam kënaqësinë të bëj me dije që përfaqësuesit më të rëndësishëm, nga më të rëndësishëm e komuniteteve fetare, të cilët në këndvështrimin tim personal bën historinë shqiptare të harmonisë fetare të shqiptarëve në Paris, janë sonte me mua në studio. Kam nderin t'ju prezantoj, i ftuar në studio është zoti Ylli Gura, kryetar i Këshillit Përgjithshëm të Komunitetit Musliman të Shqipërisë. Faleminderit zoti Gura që jeni me mua dhe ju falenderoj në emër gjithë atyre që mendojnë si mua, edhe për demonstrimin që bët të harmonisë fetare në Paris. Aty ku u vran jetë në emër të Zotit, në emër të bindjeve të gabuara, sipas me besoj dhe jush, të gabuara fetare. Faleminderit edhe një herë. Do flasim sigurisht, do interpretojmë gjërat. I ftuar është edhe imzot Andon Merdani, episkop i Krujës, Kisha Ortodokse Autokefale e Shqipërisë. Zoti Merdani për arsye objektive është duke ardhur në studio dhe ne sigurisht do ta presim duke vazhduar emisionin. Kam kënaqësinë të bëj me dije që i ftuar në studio është imzot Lucian Avkustini, i Peshk i Sapës, Kisha Katolike. Faleminderit që jeni me mua. Sigurisht falenderimet janë edhe për atë që kryhet në Bruxelles, janë për të gjithë ju të katër që prezantuat komunitetet më të rëndësishme fetare, por edhe për komunitetet vetë. Kam kënaqësinë të bëj me dije që është Baba Mondi, njihet në zhargonin e popullit, Baba Edmond Brahimaj, kryegjysh botror i komunitetit Bektashi. Faleminderit Baba Mondi që jeni me mua. Faleminderit për ju. Ishte, siç thash, historia bëhet me dekada, demonstrohet historia me dekada dhe në pak minuta. A mund të themi, sepse shqetësimi, jo, po mendimi i qarkulluar në rrjetet sociale apo edhe në media të shkruara dhe elektronike është pse nuk ishin krerët e lartë të komuniteteve fetare. Si erdhi që ju shkuat atje, se kam përshtypjen gjithçka u organizuar në pak orë dhe shpejt apo gaboj? Jo, sigurisht. Ju falenderoj së pari për ftesën e përqendrit tonë këtu së bashku me Faleminderit juve që erdhët. Në fakt, për pjesën e Komunitetit Musliman të Shqipërisë, vetë hirësia e kryetari Bruçaj, duke qenë që nuk ishte prezent në Shqipëri dhe akoma nuk është kthyer nga një udhëtim jashtë shtetit, detyrimisht që do të ishte dikush nga funksionarët e tjerë të lartë dhe në këtë rast u caktova unë si kryetari i Këshillit Përgjithshëm të Komunitetit Musliman të Shqipërisë dhe Mufti i Tiranës një herëzi. Pra, për këtë arsye nuk ishte vetë titullari apo numri 1 i komunitetit musliman. Për të ardhur tek pjesa historike ju me drejt dhe vërtet dhe ne nëse ka qenë dhe është faktike diçka e tillë për gjithë shqiptarët pa dallim në religjion, na bën të ndjehemi edhe ne krenar. Ajo çka kemi shpreh, kemi shpalos ne përtej të qenurit fizikisht ka qenë mbështetja, solidariteti me Parisin, me Francën, me fjalën e lirë, me respektin e vlerave të tjetrit, me respektimin e besimit të tjetrit dhe në fundit ajo çka është dhe brenda qoftë kuadrit religjios, por edhe në natyrën e mirëfillt njerëzore, respekti i njeriut. Pra unë besoj se nëse ne kemi sadopak kemi prekur apo kemi dhënë një shtys momentale ndoshta, një ditë 11 janari 2015 në ngritjen e dinjitetit të Shqipërisë dhe shqiptarëve me vlerat fetare, pra vlerat e harmonisë, e bashkëjetesës, e dëshmimit së bashku si krijesa të një Zoti të vetëm, ne na bën të ndjehemi të kemi qenë sigurisht. Gjithë në një Zot besojmë. Na bën të besojmë që kemi qenë në lartësinë e peshës së përgjegjësisë që kemi duke përfaqësuar komunitetet tona fetare në Shqipëri. Drejt. E njëjta pyetje është edhe për katër kur të vi dhe Hirësia Ndoni. Edhe në rastin tuaj, pse u zgjodhët ju, zotëri i nderuar? Me siguri se në rend të parë duke dashur të falenderoj për mundësinë që na jepni nëpërmjet televizionit tuaj që të mundemi të dëshmojmë edhe për ata të cilët na përcjellin edhe më tutje bashkëtesën fetare ose tani më tepër do të mundohemi ta praktikojmë vllazërinë tonë ndërfetare, ishte arsyeja e
kohës. Dita dire për ne në Kishë Katolike është me angazhime të shumta dhe vetë kryetari i konferencës peznore që është, të themi, personi më i lartë në Kishën Katolike në Shqipëri, në hierarkinë e Kishës Katolike, kishte angazhime. Dhe ishte pamundur mua realisht një orë para se të merrnim një vendim, më kanë telefonuar dhe ashtu atëherë u krijua mundësia që unë të marr pjesë. Se ju, zoti Baba Mondi, ishit me fat, nuk ishit jashtë shtetit. Jo, qëlloj që isha këtu edhe, falenderojmë zotin, obligime kemi, po mundësia që për të shfaqur diçka dhe neve në Paris për të bashkëngjitur asaj dhimbje të madhe, e detyruam që të vemi vetë. U bët dëshmitare një historie shumë të rëndësishme. Në fakt, unë besoj kam bërë disa emisione për kulturën fetare, për dimensionin islam, për dimensionin katolik, edhe bashkë kemi qenë në studio. Me ju nuk kam qenë, po me përfaqësues të tjerë të komunitetit tuaj. Baba Mondin e kam për herë të parë në studion time dhe shpresoj të ta kem dhe herë të tjera. Ishte ky, sepse ky është dimensioni i harmonisë fetare. Nuk është i ditëve të sotme. Nuk është as edhe si rezultat i diktaturës, siç e mendojnë disa, e cila e ndaloi kulturën fetare, prishi kisha edhe xhamia. Po është historik. Ne nëpërmjet një foto, Lus Regjin ta kaloj foton, do sjellim që edhe gjatë diktaturës komunitetet fetare kanë patur tolerancë. Po në Paris në vitin 1980. Lus Regjin ta kaloj, po. Në Paris në vitin 1930 komunitetet fetare që i kanë pasur mundësinë kanë demonstruar tolerancën. Toleranca është me historinë e kombit, besoj unë në rastin shqiptar. Po sot në ditët aktuale, kjo harmoni është efektive për të gjithë ata që na dëgjojnë, si besimtarët musliman, si besimtarët katolik, si besimtarët ortodoks, ashtu dhe bektashi. A është harmonia fetare një dimension organik i mirëqen midis jush, siç e keni sot në studio? Plotësisht e drejtë, e gjitha e saktë. Ne jemi mirënjohës gjeneratëve breza paraardhës edhe fotot që paraqitet ju nuk di për çka dhe 2015. Për çë event ka qenë apo për çfarë momenti ka qenë kjo foto e vjetër në Paris, por në kujtim të bustit të Skënderbeut diçka e tillë është, në mos gaboj. Ndoshta një tjetër një sheshi në Paris diçka e tillë, por besoj në vitet 80, nuk di, do të ketë qenë gjatë diktaturës nga jashtë Shqipërisë. Diaspora, komunitetet shqiptare të diasporës. Sigurisht, ndoshta nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, me sa shoh profilet. Por ajo që doja të thoja, ne do të jemi mirënjohës gjeneratëve brezat më parshëm që në fillim formimin e tonë si shtet, pra këtu e para 100 vite, të cilët na kanë përcjell një traditë të shkëlqyer harmonie. Patur kjo si bazament respektimin e vlerave fetare të tjetrit, qoftë krishterë apo cilat do qofshin. Edhe sot ne kjo, edhe pse në shekullin e 21, ne na ngarkon edhe një herë me përgjegjësi përveç detyrimeve të momentit që kemi në përfaqësimin e besimtarëve tanë, për mbajtjen e kësaj, vazhdimsinë e kësaj tradite të shkëlqyer, që tashmë pse jo do ta themi hapur dhe më shumë edhe me krenari pse jo, një leksion i duhur për Evropën e qytetëruar. Padyshim. Pra unë e quaj ka dash Zoti që një komb i vogël, por jo i vogël në vlera, me vlera të tilla të mëdha, ka mundësinë, ka bashkëpunimin, ngushësinë e ndarjes së respektit të vlerave që t'i tregoj botës se funksionon, se mundet, se bëhet, se duhet dhe me patjetër vetëm nëpërmjet gjithë përfshirjes, bashkëjetesës, harmonisë, shoqëritë mund të ecin përpara apo mund të inspirohet një nesër më mirë. E kundërta e kësaj, historia ka treguar shumë dhimbje, shumë tragjedi dhe sigurisht ecje prapa. Kjo bëhet edhe duke ju referuar filozofisë gjithë secilit nga sigurisht, jo pa qëllim. Jo se në emër të Kuranit vrasin, me Allah Ekber vranë në Paris. Citimi Allahu Ekber ose Zoti është i madh në Shqip, se mua më pëlqen të përdor gjuhën shqipe. Sigurisht, është citim i gjithë librave qiellor. Çka dëshmon? Zoti është më i madhi. Është më i madhi jo thjesht në atë madhësinë që mund njoh bota njerëzore, po mbi çdo madhësi apo imagjinat madhësie të çfarëdo lloj pushteti.
kapacitetesh, hapësire, kohe. Kjo është madhësia, jo madhësia e përkufizuar brenda kapaciteteve, të gjithë kapacitetet intelektuale të njeriut apo të njerëzimit. Zoti është vërtet i madh dhe në bindjen time, si mundet njerëz të vegjël në emër të tij ose të marrin edhe pushtetin e tij për të marrë jetën, që në fakt në Kur'an ku shpëton një jetë, shpëton një univers. Shumë saktë. Në fakt këta njerëz as nuk munden, as nuk janë të urdhëruar që të mund marrin pushtetin e dikujt që është pushtet mbajtës me çdo pushtet. Thjesht abuzohet. Thjesht keq interpretohen politike, thjesht politizohet religioni, feja. Për fatin e keq, për fatin jo të mirë, siç ndodh në pjesën më të madhe të rasteve, thjesht abuzohet. Një religion si Islami apo dhe fe tjera i shtrirë në gjithë cepat e globit, sigurisht që dhe tilla anomali, tilla ekstremitete nuk është se nuk janë të pritshme, por e gjitha me një fjalë të vetme është abuzim nga fillimi në fund. Nuk mund, sigurisht, brenda saj përfshihet pushteti, brenda saj përfshihet ndikimi, brenda saj përfshihet imponimi, brenda saj përfshihet krijimi i klimat pasiguri, jo qetësi, një terren jo paqësor. Ndërkohë që në thelb në embrion, sigurisht, mëkat, gabim apo gjinat, çka do që themi, sepse nëse do t'i referohemi saktësisht aty ku mbështetet religioni islam, në Kur'an nuk mund gjendet asnjë lloj urdhrese, asnjë lloj citimi që paqja mund ndërtohet mbi gjak. Drejt, edhe në logjikën e thjeshtë në vdekatarëve mbi gjak nuk mund ndërtohet paqja, jo më. Absolutisht. Okej, faleminderit im zot Andoni që jeni në studio, unë sigurisht ju prezantova përpara që ishi duke ardhur për arsye objektive, u vënuat, gjëra që ndodhin midis nesh. Atëherë unë do ju bëj pyetjen që i bëra 3 përfaqësuesve të komuniteteve. E theksoj për gjithë ata që na ndjekin, janë komunitetet bazë që përfaqësojnë përqindjen më të madhe të popullsisë, janë 6 komunitete fetare, në mos gaboj, në rastin shqiptar zyrtare. Po që 5 komunitete, dhe janë dhe protestantët atëherë. Okej, por arsye edhe të përqindjes që kam, ndoshta edhe objektive nuk janë ftuar të marrin pjesë. Po, unë desha të di pse u vendos që të jeni ju të përfaqësoni kishën ortodokse autoqefale të Shqipërisë në marshimin e harmonisë fetare, i quaj unë, po dhe të paqes në Paris. Mirë se ju gjeta në studio. Faleminderit për ftesën. Vini në studion time që më nderoni. Faleminderit për ftesën, kënaqësi gjithashtu. Nuk e di se përgjigjen të tjerët, por besoj në të njëjtën gjë do përgjigjem edhe unë, do mendja. Ftesa ishte shumë e shpejtë, brenda një dite duhet të merrni masat, dikush duhet të shkonte. Kryepiskopi vetë nuk mund të shkonte dot për shkak të disa vështirësive, kohës edhe angazhimeve. Kështu që unë jam zëvendësi i tij në një farë mënyrë për Tiranën që mbulon, kështu që më ra mua shorti dhe fati që të isha në këtë aktivitet. Pjesë e historisë. Unë hapa emisionin me videon, atë video që duhet të jetë video amatore që kemi, ku u duartrokitët ju nga qytetarët e Francës, mund të ishin francez, nuk e di, italian, gjerman, po ju do duartrokitët. Pra, unë thash historia bëhet me dekada, me shekuj, po bëhet dhe me minuta. Ato minuta janë historike. Ju jeni dëshmitar pra i historisë në Paris, historisë të harmonisë fetare në Paris. Është gjë, besoj që gjë për cilën duhet ndjeheni krenar. Ndjeheni ju krenar, edhe ne krenar për ju që ju kemi. Ishte emocionante besoj kur ja u prezantu, kur ju thanë që do shkoni me një delegacion. Patjetër ishte gjë e veçantë që do merrnin pjesë në një aktivitet të tillë, duke ditur për masat e këtij mitingu që edhe këtij marshimi që pritet të ishte mbi 1 milion njerëz, në masat të mëdha sigurie, por edhe në një frym edhe në një situatë të tensionuar disi, pas atyre ngjarjeve të makabre që kishin ndodhur, kështu që pjesëmarrja në ngjarje të tilla është e rëndësishme dhe janë ngjarje që mbeten gjatë në kujtesë. Pasi dikush mund të lëvizin në për vende aktivitete të ndryshme, por disa prej tyre mbeten për një kohë të gjatë. Ajo që zbukuroi këtë vizitë, përveç faktit që për herë të parë ndoshta një kryeminist i Shqipërisë në një vizitë që shkon në zyrtare merr me vete dhe një përfaqësi të komuniteteve fetare, që është mendoj një ndjeshmëri nga ana e tij që mendoj që është mirë kuptuar nga të gjitha palët dhe
vetë fakti që ne shkuam atje dhe bëm homazhet në vendin ku kishte ndodhur tragjedia pranë zyrave ku ishte revista. Por ajo që ishte e bukur edhe tërësisht spontane dhe pa parashikuar ishte momenti kur ne u ndam me kryeministin, ai do shkonte së bashku me drejtuesit e tjerë shtetëror, ndërkohë ne do shkonim të zinim vend në mitingun edhe në marshimin. E gjithë qytetarëve. Por për shkak se ne ishim të Po, vonuar, janë filmime kur ju jeni vetëm. ne ishim të vonuar edhe ishim shumë larg vendit ku duhet të shkonim. Kështu që na u hap një rrugë atje që të mund të shkonim në rrugët që ishin bllokuar, por ishin të lira për të kaluar neve. Dhe pa dashur u kthye në një parakalim ajo e jona, në një Një moment historik, një manifestim, mini Ne manifestim. jemi mësuar gjatë diktaturës duratrokite me shenjë, bëje me shenjë dhe duratrokite. Ajo ishte në mënyrë krejt njerëzore. Ne u zum në befasi, domethënë, ne po shkonim për nxituar për Shumë prej atyre nuk e kanë ditur kush jeni, sepse jo, nuk e dinin. po Aty kanë kur parë zbritën vetëm po themi uniformën fetare dhe kjo ka dhënë një mesazh të duhur për një gjë të tillë. fillimisht kur zbritëm në sheshin e Basilis atje, e vunë re nga që ishte makina e kryeministit, flamuri shqiptar, madje më bëri përshtypje që disa francezë aty pyesnin nga që na pante ne kështu klerik të ndryshëm edhe dëgjoj një francez që thot Mirdita. Për momentin e kishte pyet dikë atje që si thon Mirdita. Do të thotë që u pritëm me shumë entuziazëm, me shumë mallëngjim ndoshta, edhe vetë për thënë me thënë të drejtën, unë pash njerëz në kohën që kalonin, njerëz që po përloteshin, edhe ata ishin francezë. Dhe ishte një ndjenjë e bukur me atë modestin ton, neve u munduam të ishim pranë atyre njerëzve që kishin kaluar këtë situatë të lloj ndjenje as pak të këndshme, por që e solli momenti që ngjarje të tilla të sensibilizojnë shumë njerëz. Sigurisht u shkuat për solidaritet ndaj, po themi, popullit, shoqërisë franceze, ndaj modelit oksidental të shtetit, sepse sigurisht edhe këtu hyn modeli i shtetit në lojë dhe u bët pjesë e historisë. Për t'ju rikthyer përsëri ke ju kërkoj ndjes, po duhet kalojmë ke spotet publicitare që i mundsojnë emisionin. Regjia reklamat. Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar miq, po flasim në këtë studio për një moment historik. Paktën unë e kam lexuar si moment historik, unë konceptin të qenurit krenar e kam çik të tejkaluar, po jam ndier vërtet shumë mirë. Jam ndier shumë mirë sepse u demonstrua që midis të ndryshmeve mund të ndërtohet harmonia. Ashtu siç ishte modeli më i keq në Paris, midis të ndryshme edhe vritet. Shqiptarët, për shkak të historisë dhe jo për shkak të një dimensioni sipërfaqësor sipas meje, do ta diskutojmë edhe në studio, demonstruan në Paris aty ku ka përplasje të kulturave të ndryshme që është modeli shqiptar, është një nga modelet cilat pse jo, nga një komb i vogël mund të merren edhe si shembull nga kombet e mëdha, siç është edhe ai i Francës, por edhe më gjerë. Atëherë, të nderuar miq, pyetja për ju hirësi vjen edhe një herë. Harmonia midis jush, midis nesh edhe besimtarëve, është tradicionale, është historike apo është sipërfaqësore? Jo, harmonia s'ka se të jetë fare sipërfaqësore, nuk mund të ekzistojë ajo, ose s'do mbaj gjatë, nëse do ishte sipërfaqësore. Duket ka ca element më të thellë ajo harmoni që kemi dhe mirë kuptim, besoj, edhe tolerancë që përdorim këto fjalë. Këtë e ndeshim në jetën e përditshme. Vazhdimisht e themi këtë gjë që në shoqërinë tonë njerëzit nuk nisen nga fakti çfarë besimi je, edhe në cilën kish apo në cilën xhami shkon, ose nuk janë këto kritere që ne shpeshherë i vlerësojmë njerëzit. Mendoj që mënyrën që ne i vlerësojmë njerëzit, i vlerësojmë për virtytet e tyre, për cilësitë e tyre. Dhe në bazë të tyre ne bëjmë edhe miqësinë, ndërtojmë edhe marrëdhëniet dhe këtu krijohen ato vlerat që neve i ruajmë njëri tjetrin. Dhe nuk është domosdoshmërisht mbi baza fetare kjo. Dhe këtë besoj çdo njeri mund ta thotë shumë mirë. Gjithashtu kemi edhe një fakt tjetër që ne kemi familje të përziera nëpër
shtëpitë tona. Personalisht jam i traditës muslimane, ime shoqe është e traditës katolike. Edhe si unë është një pjesë e madhe e familjeve, besoj. Kështu që kjo ka ndihmuar që pikërisht ata që duken si të tjerë mos jenë të huaj, të jenë njerëzit tanë. Kështu që edhe ne për disa të tjerë nuk jemi të huaj, por jemi përsëri njerëzit që janë të tyret. Dhe kjo do të thotë që kuptojmë shumë mirë kulturën, nuk e konsiderojmë të kundërt apo jo. I dim shumë mirë traditat e tjetrit, i dim shumë mirë mënyrën se si ata i zhvillojnë gjërat. Gjitha festat fetare i festojmë gjithë ne shqiptarët. Po. Kjo është një tjetër karakteristikë. Edhe kur ka festa nga ana e besimit musliman, njerëzit shkojnë dhe urojnë, edhe kur janë nga besimi krishterë, njerëzit përsëri shkojnë dhe urojnë njëri tjetrin, pas më të voglën paragjykim ose mendim që shiko se kjo është një festë që i përket një tjetër besimi. Ashtu siç kanë bërë gjithë këto vite dhe drejtuesit fetar, ku kanë dhënë shembullin e tyre në gjitha festat, në të gjitha festat, është e hershme. Është e hershme, patjetër. Dhe është e rëndësishme që kjo është ruajtur. Dhe vazhdimisht po promovohet, po evidentohet, por edhe promovohet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe për ne si drejtues të rinj fetar edhe që jetojmë në një realitet të tillë, na duhet që ta vlerësojmë edhe jo të lozim me të, as edhe të abuzohet me këtë. Në fakt nuk padyshim që ekziston harmonia, por megjithatë situata nuk është kaq e thjeshtë. Kemi një shekull i cili sipas disa studiuesve është parashikuar që të jetë edhe shekulli i përplasjes së kulturave dhe religioneve, dhe sigurisht edhe individ, ju keni lexuar për shembull në një nga rrjetet sociale një debat të ndërtuar me një person tjetër publik midis meje dhe atij dhe disa të tjerëve, kështu që jo të gjithë e mendojnë njësoj. Edhe ne kemi raste kur njerëzit shkojnë vrasin edhe shqiptar, në Siri kanë shkuar, janë vërtetuar rreth një numër i caktuar, shkojnë në emër të fesë, një pjesë shkojnë për interesa të tjera, por situata nuk është aq e lehtë. Dhe jo rastësisht do t'i drejtoj do t'i jap fjalën sepse duke i referuar dhe vizitës së Papës në Tiranë, që ishte vizita e parë në Europë dhe jo rastësisht besoj unë në Tiranë edhe në Shqipëri dhe në Turqi. Si mund të komunikojmë me këta njerëz që ju besoj thoni që e kanë gabim, që në emër të Zotit shkojnë të luftojnë në një vend tjetër. Ligji tashmë ja ndalon, megjithatë ndoshta nuk vinë në meshat tuaja apo në ato, por duhet të folur nëpërmjet mediave. Çfarë duhet i themi atyre për këtë gjë, duke referuar dhe edhe mesazhit Papës në Tiranë apo në Turqi? Me siguri se askush nuk mund të vret në emër të Zotit. Asnjë besim. Cili do besim që është, nuk e mëson besimtarin që të vret në emër të Zotit. Zoti e ka atë fuqi që të mbrohet vetë, nëse s'ka nevojë për mbrojtës të tjerë që të mbrojmë edhe të ngritemi kundër jetës së tjetrit në emër të Zotit. Mësimi joni krishter që në fillim, nëse marrim faqet e para të shkrimit të shenjtë Biblës, kur kemi vllavrasjen ndërmjet Kainit dhe Abelit, që aty hasim pikrisht hakmarrja më përket mua, thotë Zoti. Askush ju ndalon, askush nuk guxon të ngrit dorë. Edhe në këto raste kur ka ndodhur vllavrasja. Për këtë arsye, personat të tillë të cilët ndjekin ndoshta një ideologji të gabuar për mua mund të kenë, mund të them, një moment të errësirës së mendjes dhe duke u dhënë vetëm me një drejtim. Ndoshta cili do të qoftë ai që e udhëheq, ai politik, ai materialist, financiar, i përfitimi vetëm, cili do që mund të jetë, do të thotë mendja e tij, shpirti i tij është i kufizuar dhe ndjek vetëm atë. Nuk lejon që të shef më larg, që në personin tjetër krijesa e Zotit të shef vllaun. Dhe pikrisht personat të tillë atëherë nuk ngriten në emër të Zotit dhe ndodhin këtë çka po ndodhin. Në fakt kristianët, veçanërisht katolikët në vende të caktuara tashmë po ballafaqohen, rasti i kalifatit është domethënë, ballafaqohen me krime njerëzore, me ekzekutime, me largime në masë. Sigurisht duhet do një shqetësim nga politika, po besoj edhe nga institucionet e kultit. Po me siguri se ka raste të tilla të krimit, por megjithatë
të gjitha këto nuk duhet të lejohen të themi në një zgjidhje vetë personat të hyjnë dhe të zgjidhin këto probleme. Ne kemi rastin thjesht në popullin ton të vllavrasjes. Gjakmarrja, edhe kjo mund të hyjnë vriten njerëzit kush ka të drejtë në jetën e tyre. Institucioni juaj i është kundërvend gjakmarrjes, edhe së fundi nuk i kanë parë komunitetet tjera, nuk e di në kanë një qëndrim publik kundër gjakmarrjes, e cila për fat keq është akoma prezente. Akoma prezente janë tek njerëzit që besojnë në Zotin, ndërsa nëse marrmi besimin e krishterë vetë shembullin e Jezu Krishtit nga kryqi i fal. Nga kryqi i fal, nëse marrmi në traditën e martirëve tanë, të cilët kanë vuajtur gjatë diktaturës komuniste, para pushkatimit kanë falur. E fali atë që pushkaton. Pra, kjo është shembulli, dashuria duhet të fiton mbi urrëtitjen. Kjo është ajo që duhet ne të dim të ruajmë dhe të bartim. Po, edhe diferencat midis të tjerëve, ju keni diferenca. Kisha katolike me kishën ortodokse, apo jo. Diferenca të një lloji caktuar. Megjithatë, ju jeni këtu sot, edhe në mos gaboj unë, institucioni më i lartë i kishës katolike ka folur për një dialog me kishën ortodokse. Apo jo? Po, dialogu më tepër se sa dialogu zhvillohet edhe me besimet të tjera, ndërsa me kishën ortodokse kërkohet e ashtu quajtur ekumenizmi, bashkimi ndërmjet të krishterëve. Sa do të arrihet, kishte me qenë dëshirueshme që sot t'ja arrijmë atë, janë gjëra që realisht... Ju tashmë në rastin shqiptar në mënyrë modeste e keni arritur, apo jo? Bashkëtesa, armonia këtu tregon që komunikimi është për t'u komplimentuar. Me siguri se rasti shqiptar është një shembull që mund të mirret prej vendeve, prej popujve të ndryshëm, them në rastin konkret të ekumenizmit me kishën ortodokse janë disa gjëra të vogla që realisht nuk na bëjnë, më tepër janë faktet historike të cilat kanë ndodhur dhe sot ndarjen e kishës me shiizmin në vitin 1050 mos gaboj. Sepse besojmë në Krishtin, praktikojmë sakramentet të gjitha që i kemi. Nuk është që kemi dallime të mëdha në çështjen e aspektit të besimit. Duhet gjetur mënyra si rasti shqiptar të transmetohet edhe në publik. Unë do të thonë, kanë qenë gjërat e bëra me organizim të shpejtë, sepse ndoshta do ishte mirë që kjo studio që është sot në Tiranë të ishte në Paris, diku në një televizion të rëndësishëm, por ndoshta reflektojnë edhe kolegët tanë francezë. Baba Mondi, edhe një herë të flasim për dimensionin e harmonisë fetare. Edhe ju keni diferenca caktuara me institucionin bazë të fesë islame, që është komuniteti tradicional. Megjithatë, bashkëpunimi, harmonia midis jush është mjaft vitale, apo jo? Po, është vërtet që harmonia jo vetëm me komunitetin musliman, po edhe me komunitetet tjera, ne respektojmë dhe duam njeriun si qenie më të përkryer e kësaj bote, dhe këtë e kemi shprehur. Dhe shpreha më e bukur u tregua edhe në Paris si shtat dhe ju, ku ne të kapur dorë për dorë, edhe fotokrau njëri tjetrit, duke mbështetur njëri tjetrin dhe duke çarë mes popullit francez, i cili na prit me dorë trokitje. Ky ishte një eveniment i shkëlqyer që ne treguam jo vetëm Parisit, por edhe gjithë botës, që jemi një popull vital, ku kemi forca dhe mundësi që të bashkëjetojmë me gjitha komunitetet fetare. Një popull i vogël, por me dimensione... Unë do të them një shprehje profetike, e cili thotë se kur e kanë pyetur profetin Muhammed çfarë fe e ke, tha kam të Isait, të Krishtit, po Krishtit të Musait, po Musait të Noës, po Noët të Ademit, po Ademit timen. Pra ata janë një, pavarësisht se kanë jetuar në periudha të ndryshme, nuk kanë ardhur për t'i ndarë njerëzit, por kanë ardhur të tregojnë rrugën e vërtetë njerëzimit. Edhe pra atë kanë dhënë jetën e tyre, domethënë. Rrugën për ke ati, pra, pavarësisht se në mënyra të ndryshme rrugën për ke Zotit. Po. Tash ata nuk janë një, edhe ne do të jemi një, siç jemi. Kjo është ajo që mendoj unë dhe që ne e shprehim shumë bukur me njëri tjetrin. Pavarësisht se mundohen të futen njerëz që thonë ja është kështu e jo është ashtu, por ne faktikisht tregojmë të vërtetën. E vërteta është një, Zoti është një, profetët janë një, edhe feja është një. Po në raport me ndjekësit tuaj cilët rezultojnë neve magjia e lirisë, që është modelit occidental nëpërmjet rrjeteve sociale, e tregon realitetin në mënyrë kështu të zhveshur për përdor termin. Profeti Muhammed thot, feja është mendja. Kush s'ka mend s'ka fe. Ai nuk thot për profetët ndryshëm, po thot feja.
Feja është mendja. Feja është sigurisht Po, në rastin Edhe kristian. këtu pranë Pra thuhet, kemi edhe dy fe, Kurani. se thon 3 fe në fakt. Jemi Ne 2 fe, jemi kristianë ne edhe jemi islami, falë. muslimanët, Ne jemi edhe 2 fe, 4 komunitete. krishterët dhe muslimanët. Po jemi 4 komunitete. Nuk jemi të ndarë. Ne jemi një. Komunitetet respektojnë Krishtin, këta edhe ne respektojnë Muhamedit. Tarikatet në fenë islame janë ajo, si atë mistika e fesë islame. Nuk janë kundër atyre. Ne plus atyre bëjmë dhe gjëra të tjera që kemi më shumë ndaj që janë element të shtuar të po praktikave janë të fetare. sufizmit, domethënë, të mistikës, nuk janë pra, kush njeri do të futet më thellë në mistik, vazhdon ato grada shpirtërore. Edhe kjo është ajo, nuk është se ne jemi ndarë. Kështu që duke qenë të bashkuar, duke qenë bashk, ata mësojnë ne dhe ne mësojnë ata, duke ecur krah për krah si ecëm, i tregum edhe një herë që jemi një, nuk jemi të ndarë. Jemi vëllezër, edhe bëjmë vëllezër. Po? Më vjen ndërmend një shprehje që kisha për të rëmbullaksuar këtë lidhjen tonë, të themi të bashkuar në ndryshëshmëri. Po tjetër. Jemi një, jemi të bashkuar, po edhe pse kemi ndryshime, të mëdha apo të vogla është tjetër çka, jemi të bashkuar. Kjo është më rëndësi. Sigurisht në rastin e fesë të kalojnë kufit shtetëror, se feja është shumë e gjerë se kombet. Ne kemi gjetë pikat e bashkimit, jo pikat të ndarjes. Se ne jemi nda, unë e kam Betmond, ai ka Ylli, ai ka Andon, ky e ka Agustin. Ne një jemi shpirtërisht. Kjo ka rëndësi për ne. Në fakt, duke i referuar fesë islame, cila në një farë mënyrë është çike thellë për ne besimtarë që nuk kemi studiuar, nuk kemi teolog. Cilat janë ndarjet, cilat japin bazë, domethënë edhe për përplasje të caktuara, të cilat për fatkeq shkojnë edhe në dun. Si janë të ndarë muslimanët në kategori të caktuar? Nuk është një besim apo jo, nuk është besim unik muslimanizmi. Muslimanizmi është besim, s'ka si tjetë jo unik, është unik, duke qenë që është një profet dhe një libër. Por interpretimet janë të ndryshme. Ndërsa interpretimet toksore apo gjykimet se cilat rrugë mund të përdoren më shkurt apo më gjatë, kjo është pjesë e krijesës njerëzore tashmë. Por të gjithë bashkohen në një libër dhe në një të dërguar profet. Pra sektet apo grupacionet apo nga më të ndryshme ndarje që kanë qenë në epoka në vimësi, kjo nuk tregon një mos unitet. Janë edhe në luftë me njëri tjetrin, në vende të caktuara, në Irak apo mesela shkaku i luftrave qoftë në Irak apo cili do rajon të botës. Është përtej vërtetësisë fesë dhe asaj çka ne embrion feja. Ajo është pastaj shkaqet e asaj duhet kërkohen në errësirën e lirisë mendimit, të shprehjes mendimit, në ignorancën, në arsimim, në pse jo në disa raste, disa rajone dhe në prapambetjen e theksuar e thellë ekonomike, e cila krijon një hendek shumë të madh në gjirin e asaj shoqërie që ne flasim, dhe sigurisht të keq përdorur, të abuzuar nga jashtë apo nga brenda, nga larg, nga afër apo nga larg, njerëzit këto shoqëri ndahen në grupime ajo çka përmendni ju dhe sillet përplasje deri dhe në luftra civile. Por unë gjykoj se në thelb, në embrion, çdo religjion, po dhe në veçanti Islami, ka bashkimin, atë çka vëllezërit cituan. Ka bashkimin, ka ekzistencën paqësore. Pra nuk ka arsye të Islam përkthehet në shqip paqe zate në themel. Fjala Islam në vetvete nga origjinali arabisht do të thotë paqe. Ajo çka këshillohet dhe është e preferueshme për muslimanët praktikantë dhe jo të tillë, kur takohen fillimisht me njëri tjetrin, japin selam apo pra paqja e Zotit qoftë mbi ju, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Ne patëm vëllezërit ishin dëshmitar, un jam edhe me një krenari të lishme, por dhe i emocionuar, sikurse ndej veten në bulevardin Voltaire që një pjesë thoshin merci beaucoup, shumë faleminderit, një pjesë bravo, një pjesë urime ndryshme, dikush jepte selam. Pra selam thjesht nga masa. Pra këta ishin qytetarë parizien, selam është paqe, po, paqe, selam, shalom, ishin maroken, ishin algjerian, ishin turq, kishte nga komsi të ndryshme, shtetas francez apo jo. Pra domethënia e gjithë religionit është paqe, bashkim.
sakrificë apo përkushtim deri në devocion për të qenë kjo paqe në shoqërinë njerëzore. Pak rëndësi ka se majoranca është e këtij religioni, krishterimi apo islami. Rëndësi ka harmonia, respektimi i tjetrit. Besimi është diçka individuale, e zgjedh gjithë secili sipas sigurisht. Ka një referencë tillë për Kuranit që nëse do të doja, thotë krijuesi, unë mund të krijoja të gjithë nga një besim dhe mbaronte. Por bukuria është në aureolën, në mozaikun e ngjyrave, ylberi. Pra me gjithat diversitetin ka një bukuri mahnitse. Kështu ka dash Zoti. Kjo nuk është një përzgjedhje njerëzore. Kjo është paracaktim hyjnor që praktikimi i kësaj është në tokë. Pra një kombë ka shumicë muslimane, një kombë shumicë krishtere, një kombë shumicë hebreje, disa kombë tjera kanë dhe fejo qellore. Pra po të shohim në lindjen e largët budizmin apo tjera. Por në thelb të gjithave dhe synimi i të gjithave është jetesa në paqe. Unë jam i konceptit volterian që edhe në rast se nuk do të ekzistonte Zoti, duhet ta krijonim atë që të mbajmë shoqërinë të mos shkojë në rrugën e gabuar, sepse materia është ajo që të çon drejt të së keqes apo jo, të prish mendjen. Ose ti referohesh monedës, lekut. Leku të prish tot populli. Dhe populli në disa gjëra është inteligjent, po në disa gjëra po. Domethënë sigurisht mendja urtësia e popullit nuk gabon në shumicën e herës. Historia e ka treguar, historia njerëzore, nuk kursesi, sepse kanë mbështet në eksperiencën religjioze, fetare, në eksperiencën jetësore dhe në gjithë vështirësitë që ka kaluar ndër shekuj, dhe kështu që normal është e saktë ajo që aqëllon. Por ajo çka do t'i shpjegojmë ne opinionit është që fetë në embrion kanë paqen dhe vetëm paqen. Por në këtë tërësi kaq miliarda besimtarësh, musliman dhe të krishterë, apo dhe një pjesë tjetër hebrej, sigurisht që do të ketë përjashtime, në çdo epokë ka patur. E rëndësishme është ajo që ne siç jemi këtu së bashku, apo dhe krerët e lartë të komuniteteve, ta dëshmojnë këtë mundësi harmonie, bashkëpunimi dhe bashkëjetese dhe dashurie, se ne nuk jemi vëllezër rasor, ne jemi vëllezër prej gjaku, ne jemi vëllezër prej Zotit si krijesa njerëzore, jemi vëllezër kombi, pra jemi vëllezër shqiptar. Pra duhet ta dëshmojmë fuqishëm, pa asnjë lloj ekuivoku, pa asnjë lloj friksimi, pa asnjë lloj nuk di çfarë do barriere të çuditshme që mund të ketë komente apo interpretime nga më të shumëllojshmet. Duhet ta dëshmojmë. Pra pse jo pa qëllim, edhe citon Kuranin, nuk ka dhunë në fe. Pra shumë net. Pra Kurani ka një gjuhë shumë të delikate. Nuk ka dhunë në fe, po pas ka fe me dhunë ose interpretim të fesë me dhunë. Kjo në emër të fesë nuk quhet fe. Nuk quhet fe. Kjo është pastaj është lajthitja apo gabimi i atyre që interpretojnë në tokë. Ajo çka ka zbrit përmes për fat keq ndjekin shumë njerëz dhe prandaj duhet folur për këtë. Duhet të thënë aty më falni vllai. Jo, ti mos ja ndërpres artikulimin, duhet kalojmë Problemi ne kemi librat e shenjta që i kemi parimin ton. Aty edhe në veprat e profetëve. Ata janë mësimi jon. Ne në bazë të atyre ecim që jemi dhe kemi këtë harmoni. Ai që shkel të nuk është njeri pasandaj. Kalon shkallë të tjera. Okej, duhet të kalojmë ke spotet publicitare dhe ke fleshi, por sigurisht do të flasim tashmë për një dialog me shtetin, i cili është eficient dhe u demonstrua në rastin e Parisit. Dhe shteti ka detyrime karshiush. Komunikimin me njerëzit ne bëjmë në një institucion privat, po duhet edhe institucioni publik i medias të japi hapësirat të nevojshme, siç janë praktikat e tjera perëndimore, që ju të komunikoni më shumë, ndërsa kemi programe pafund të janë argëtimi, te diku sipas me edhe të papëlqyeshëm, me shije, është demokracia shije, jo Big Brother, pse të mos gjejmë hapësirat, shteti pse të mos gjejë hapësirat që t'ju ofroj ju ekranin e televizorit apo faqe të shtypit, mënyrën të ta gjejë shteti, dhe sigurisht kjo që ndodhi si mund të jetë konstante. Për gjitha këto do flasim pas reklamave edhe fleshit informativ. Regjia, reklama dhe fleshi. Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar miq në emisionin 88 dhe po flisnim deri tani për marshimin e paqes dhe harmoninë fetare në Paris.
Në fakt, ky dimension i rëndësishëm tradicional i kulturës së kombit dhe të popullit tani shqiptar, është një dimension i cili ndoshta nuk ka vëmendjen e dur në media. Mediat janë fotografuesit apo interpretuesit të realiteteve, janë ato që përcjellin informacionet. Dhe në vëmendjen time të paktën, timen personale, me përjashtime të caktuara unë përgjithsisht kam bërë, por janë të pak gazetarët që e trajtojnë religionin si një institucion shumë i rëndësishëm i ekuilibrit të një shoqërie. Unë e kam bërë në vazhdimsi, do ta bëj në vazhdimsi, por sigurisht nuk mjafton. Dhe sot, kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama komunikoi me krerët e komuniteteve fetare, edhe me gazetarë dhe me të tjerë për dimensionin e rëndësishëm të religionit. Por duhet gjetur modaliteti që ky dimension i rëndësishëm i religionit, harmonia fetare në mënyrë të veçantë, të shkojë ke gjithë qytetarët, edhe ke ata që në mënyrë të gabuar deri mëkatare shkojnë, luftojnë në vende të tjera në emër të Zotit. Atëherë, të nderuar miq, pyetja ju sot ishte në komunikim me kryeministrin e Shqipërisë, paktën për sa ndoqëm ne nga kamera, dëgjuam kryeministrin që foli për këtë dimension të rëndësishëm. Më pas, ju keni vazhduar dialogun. A u fol? Pyetja vlen për të katër përfaqësuesit. A u fol për këtë dimension të nevojshëm të medias publike, sepse privati e zgjidh në mënyra të tjera. Po, Baba Mondi, duke filluar nga ju. Faleminderit, është e vërtet ajo, por nuk është bërë sot, ajo është bërë dje pas dite në orën 16, edhe ku kryeministri foli që bashkëpunimi midis institucionit të qeverisë, të medias edhe të komunitetet fetare, bashkërisht të ndërtojmë ura lidhëse njëri tjetrin, ta njohim mirë njëri tjetrin dhe të përçojmë atë më të mirën e këtij kombi. Pasi fjalimit të kryeministrit, atëherë u pa media, pa kamere, fillum të diskutojmë me njëri tjetrin dhe lam të bëhet një takim tjetër ku ne të ndërtojmë ato organet që mund të bisedojmë ose bashkëbisedojmë me njëri tjetrin për të nxjerrë në dritë me komunitetet fetare. Po edhe media, domethënë, të gjithë të tre palët bashkë, duke ndërtuar një institucion tjetër të përbashkët ku ne të komunikojmë dhe të japim me njëri tjetrin. Ne të japim pjesën tonë, ata të japim pjesën e medias, qeveria të ndihmojë komunitetet fetare në drejtime të ndryshme, si në përhapjen e besimit në masën e gjerë të popullit, mund të hapen shkolla, mund të hapen kopshte, çerdhe, të prodhohen libra në drejtim të besimtarëve tonë, që ata të kenë një informacion më të qartë dhe të kenë informim, domethënë, duke luftuar, po brenda komuniteteve tuaja, problemi është shteti çfarë? Po shteti, pra shteti bashkëpunëse, shteti nuk mund ta bëjë vetëm. Keni arsim të gjithkohë, keni shkolla tuaja. Plus që neve do kërkuam atje që edhe media të japë atë. Përpara të neve ka qenë televizioni shqiptar, i cili jepte për 4 komunitete 15 minuta të gjithë aktivitetin e javës që bëhesh nëpër komunitete. Sot nuk e bën. Nuk e bën më. Këtë neve bashkërisht ja kërkuat kryeministit. Direkt. Ai u fol që të bëjmë një institucion tjetër kur ne të gjitha këto probleme do t'i nxjerrim te kryeministri, te qeveria dhe bashkëpunimi me mediat që të pasqyrohet çdo gjë që bëhet midis nesh. Kupton? Qeveria, shteti dhe media. Pra të treja, ne të jemi në shërbim të kombit për ta informuar për çdo gjë që bëhet ndash në komunitet, ndash qeverit, ndash në media, për për luftuar ignorancën që kemi në këto momente. Në raport me fenë, në raport me kulturën religjioze. Po, im zot, në shqetësimi, unë e di që për shembull komuniteti juaj Kisha Katolike është organizuar me mësimdhënie, ka shkollat e saj, fëmijët e mia në njëra nga shkollat e komunitetit tuaj, por nuk mjafton. Besoj që mediat janë shumë divulgative, mediat japin mundësi komunikimi me çdo njeri që gënjehet nesër për fat keq, edhe bën mëkatin. Po, me siguri se çdo komunitet kemi mënyrën e organizimit, qoftë shkollat, qoftë revistat por nuk mjafton kjo. Mendoj se mediat posaçë ato shtetërore duhet më tepër të bëjnë të pranishme para shikuesve, qoftë duke ju dhënë mundësinë për aktivitetet e gjithë secilit komunitet, qoftë apo edhe ndonjëherë edhe së bashku, sepse në këtë mënyrë do të arrihet që kjo pasuri të cilën
me të cilin ne mundohemi ta mbajmë kokën lart e që është bashkëtesa, harmonia fetare, në këtë mënyrë do të jetë gjithnjë më shumë dhe do t'ju përcjellën, do t'ju bartim gjeneratave të reja këtë pasuri. Në raport me këtë, ndoshta ju duhet organizoni, mund të flasim më pas, duhet organizoni edhe takime konstante të komuniteteve për të na bindur ne që harmonia midis jush nuk është sipërfaqësore, siç mendon një pjesë. Po në raport me mediat, jo vetëm aktivitetet tuaja, domethënë paktën duke parë praktikën e rajt në Itali, apo praktikat greke, apo praktikat të ndryshme që mund na i bëni me dije, duhet që ideologjia juaj të vi tek pastaj zgjedhjen e bën individi. Feja është menduar një gjë tjetër, ka një strategji midis komuniteteve për t'ia bërë me dije qeverisë, se qeveria në fund vendos. Takimi i djeshëm për mua ishte mjaft interesant edhe shumë domethënës. Për një fillim të tillë që në të ardhmen të mundet, sepse edhe përpara në televizionin shtetëror TVSH, e cila ka dhënë mundësinë e disa minutave të çdo komuniteti, nuk ishte ajo e mjaftueshme, sepse kanë shkuar renditjet e aktiviteteve duke u dhënë, por është bërë diçka, por jo efekti me cilën sot kërkohet që të bëjmë një paraqitje. Prandaj është e nevojshme me këtë fillim që kryeministri e filloi dje me vërtet diçka të punohet. Shpresoj dhe uroj që të mundemi diçka të bëjmë të mirë. Duhet kërkuar, si është fjala e urtë shqiptare, qingji që qan pi nëna, ndoshta është e gabuar, po duhet kërkuar. Fëmia i cili nuk qan nuk i jep nana të pi. Edhe në sensin që duhet folur. Po, Irsi, në rastin tuaj edhe ju keni organizimet e mosimdhënies, nuk e di deri në nivel të arsimit lartë. Në të gjitha nivelet janë. Në të gjitha nivelet, si në rastin e kishës katolike, po besoj edhe të dy komuniteteve të tjera. A shkon, po themi, filozofia e kishës ortodokse te qytetari dhe si është ky komunikim sipas jush? Duke referuar praktikës modeste të TVSH-s dhe atyre të tjera po modeste që kemi patur bashk. Unë kam pasur dhe në një televizion tjetër, ju kam dhënë hapësirë, sepse e gjykoj, thash, jam i konceptit votërian, nëse nuk ekziston Zoti, hajde ta krijojmë se ka nevojë shoqëria. Kjo është edhe një shprehje e tolerancës edhe hapësirës që i lëm të tjerë. Çdo komunitet edhe Kisha Ortodokse brenda mundësive që ka, mundohet që të propagandojë besimin, vlerat e besimit. Propagandoj është term komunist, ta përcjell. Edhe pse për shumë Kisha Katolike propaganda fede quhet ai sektori që merret me. Por është koncepti të majt ka revolucionar propaganda. Një konotacion nga e kaluara. Por përpiqet të përhap vlerat e besimit, mësimin e ortodoks edhe të krishterë njëkohësisht. Dhe në këtë drejtim bëhet punë. Bëhet punë në kishat kryesore, në Merinin, me fëmijët, gjithashtu edhe në qytetet, edhe në fshatrat madje bëhet. Por mundësitë janë të kufizuara, nevojat janë të mëdha, por mundësitë janë të, siç thash, kanë ato limitet e tyre. Ajo që shtroi kryeministri dhe mendoj që është me interes, edhe ka vend tu për të idera dhe për mënyra se si mund të zhvillohen më tej, është aspekti se si mund të lehtësoj e si mund të koordinoj më mirë punët qeveria nëpërmjet strukturave të saj edhe mundësive që ka me komunitetet fetare për programe dhe projekte të cilat janë të përbashkëta. Sigurisht shteti nuk do merret me çështjet e fesë. Edhe asnjë nuk duam të merret me çështjet e fesë. Janë të ndara në rastin shqiptar që nga themelimi i shtetit, kështu që është praktika e vetme pas rënies perandorisë osmane që ndërtuan modelin oksidental të shtetit. Është shumë e rëndësishme të kuptohet që këtu nuk ka ndërhyrje as të shtetit në çështjet e fesë, por as feja në çështjet e shtetit. Kjo është shumë e qartë, edhe për ata që na ndjekin të kuptohemi drejt. Por ekuilibri i përcjelljes së informacionit, qoftë liberal, qoftë të çdo lloji, por dhe ai fetar, është një detyrë shtetërore. Prandaj, por janë çështje ashtu. Ju thonë sigurisht kryeministri nuk po na shef. Po mund të jenë duke na parë këshilltarë dhe ata që i bëjnë gjërat me dije. Pra apeli le të bëhet i drejt për drejt. Po ne jemi në media këtu, edhe ai nuk ka kufi, më siç tham edhe në kohën që
Dikush është duke shkruar në rrjetet sociale për emisionin tonë. Ju e regjistroni këtë, ajo do jepet gjithmonë, prandaj ne jemi kujdesshëm ato që themi se mund të ne përdorim. Kujdesëm, por duhet shfrytzuar kjo hapësirë për t'ia bërë me dije kryeministit. Ajo që doja të thoja është që ka hapësira shumë ku ne mund të bashkëpunojmë, edhe si komunitete fetare, por edhe me shtetin, edhe me strukturat e shtetit. Dhe këtu ka përvojë nga vendet ndryshme evropiane dhe më larg. Cila është praktika greke për shembull e këtij mënyrës komunikimit, se është pak feja ka një rol tjetër në rastin e Greqisë. Po, pavarësisht se atje shteti është laik, por ka një lidhje më të ngushtë midis kishës edhe siç është edhe vende tjera, po themi edhe vende muslimane, vende katolike ku ka një marrëdhënie shumë e ngushtë. Vendet muslimane kanë sheriatin, vendet islamike që kanë sheriatin sigurisht kanë tjetër gjë. Sipas rastit. Kështu që ka përvojë që ne mund të marrim, siç e përmendët dhe ju Italin, edhe në vende të tjera ku një përvojë e mirë që ishte krijuar për disa vite ishte për shembull në televizionin shqiptar, kur ishte ky program, që për 8 vjet u ndërpre. Dhe ne shpresojmë që duke parë nevojën, çfarë është nevoja? Nevoja është që masa e gjerë, të cilën ne nuk mund ta arrijmë dot vetëm nëpërmjet atyre kanaleve tona të komunikimit, po themi, ose të edukimit, ose të mënyrës se si kontaktojmë me njerëzit, të mund të informojnë në mënyrën e drejtë mbi besimin. Dhe nëse për shembull këtu unë do kisha mundësinë ose do doja të komunikoja besimtarëve ortodoks kush është këndvështrimi ynë mbi çështjet fenomenet që po ndodhin sot, kush është këndvështrimi ynë mbi sfidat që ka shoqëria. Duhet ta ofroj televizionit publik. Atëherë këtë mundësi mua do ma jepte shumë mirë kanali shtetëror, i cili për të cilin edhe qytetarët paguajnë taksën dhe edhe pa e parë për fat keq. Edhe pa e ndjekur. Edhe është mundësia që të informohen ata, të formohen në mënyrë zyrtare, po e themi nga institucionet përkatëse, nga njerëzit kompetent. Të mos informohen për programe për ku e di unë, kuice që merren lek, gjëra të gjë, duhet të patjetër krijohet një ekuilibër. Pse duhet i privojmë ne atyre? Pse duhet i privojmë ne këtë aset, këtë vlerë, siç është besimi tek Zoti? Po, patjetër, sipas mesh domosdoshmërisht. Kështu që nuk mund t'i japim gjithçka dhe t'i mohojmë këtë. Kjo duhet të jetë pjesë. Duhet ekuilibra midis raportit të hapësirave publike. Pjesë e edukimit dhe informimit kryesisht. Dhe patjetër zgjedhja si shtatë edhe juve është secili zgjedh, por ne na jepet mundësia që secili nga ne të ketë mundësi të drejtohet besimtarëve, të mund të paraqesim mënyrën e drejtë të dur të këndvështrimeve dhe të besimit edhe se si mëson ai. Dhe në këtë mënyrë të mos prirën drejt mësimeve nga më të ndryshme që qarkullojnë sot në media, në rrjetet sociale, nga opinione shumë të rrezikshme shpeshherë. Nëse në këtë mënyrë kanë mundësi të informohen drejt, edhe sakt, dhe mund të përdorin këto argumente edhe në debatet që kanë ata pastaj midis tyre në rrjetet sociale ose në ambientet ku ndodhen. Drejt. Në praktikën e komunitetit më të madh, praktikisht musliman, arsimimin ju e keni të organizuar siç e kanë dy komunitetet e tjera, nuk e di, baba mundit me bëjmë dije për komunitetin Bektashian. Edhe sa ju ndihmon shteti për këtë gjë? Përpara se të kalojnë atë çka prekën vëllezërit, duke shfrytzuar edhe minutazhin, lejoni që të ndalem në 3-4 pika. Së pari, gjëra përmes ekranit tuaj që personalisht dhe në emër të institucionit të shpreh mirënjohjen për finesën përzgjedhëse, momentin, kohën dhe rëndësinë, pse jo dhe historike, unë do të më lejoni modestin, të përzgjedhjes kryeministrit për vizitën ngushëlluese në Francë. Ndoshta mund të ishte një pra ishte ide e kryeministrit i gjithë organizimit. Kryeministri ka shpreh dëshirën, nga dëshmëria jonë ka qenë pjesë e iniciativës, por kjo është iniciativa është marrë nga zyra e kryeministrit. Është një moment për të shprehur mirënjohjen tonë, sepse është një herëzi vlerësim jo për 4 figura klerik të lartë. Asgjë nuk mund të jetë vetëm e jona. Kjo është vlerësim për komin shqiptar. Pra që janë majorancë muslimane, ka katolik, ka ortodoks, ka bektashi, ka dhe protestant, apo cilat do qofshin pakeze tjera. Pra kjo është një vlerësim për gjithë pjesëtarët, çdo individ të kombi. Pse jo nuk është e tepër të thuhet edhe për te kufive gjeografik, pra për gjithë shqiptarët. Pse jo, unë kam marrë me 10 mesazhe përmes telefonit dhe nga Londra, nga Gjermania, nga Shtetet e Bashkuara që janë ndier
jashtë mase krenar. Pra na ka munguar. Pra nuk janë elogje sipërfaqësore apo të më falni një lloj hipokrizie sigurisht nuk dyshoj për një hipokrizi e kamufluar e kundërta e kësaj. Besoni që shqiptarët sidomos jashtë Shqipërisë, jashtë kufive tanë gjeografik, janë ndjerë për ato pak momente apo pak orë aq shumë krenar. Pra kjo është një mirënjohje e përzemërt për kryeministin dhe qeverinë. Zdyti, për të kaluar tek ajo çka biseduam me kryeministin Rama dhe me drejtorët e medias që janë sot në Shqipëri, që operojnë, që menaxhojnë mediat e shkruara dhe vizive në Shqipëri, mbrëm, kryeministi ngriti me shumë drejt dhe pa qenë të vonuar, pra nganjëherë përvojat e hidhura lindin apo startojnë një lloj i paraprin, një lloj iniciative apo nismash apo strategjish të cilat prodhojnë paqe, prodhojnë pozitivitet. E kryeministri për këtë e tregoi shumë të ngutshme, duhet një bashkëveprim i ngushtë, qeveri, e cila do qoftë krahu pa rëndësi, ka qeveri, pra shtet, komunitetet fetare dhe media. Pastaj institucionet arsimore dhe institucionet cilat menaxhojnë sferën social shoqërore. Pra ngushtësisht qeveri, komunitete fetare dhe media. Pra, duke qenë që kanalet e komunikimit, kjo po duket dhe në Francën, në zemrën e Europës së qytetëruar, në Paris. Pra, të mos mendojmë apo të mos bijmë në gabimin që gjithçka është perfekte atje, jo. Ka një mangësi kanalesh komunikimi. Asku nuk është perfekt. Jo, sigurisht, por disa demokraci janë edhe sipas ju përveç krijuesit. Sigurisht, e qartë. Jo perfekt. Por disa demokraci janë shumë më tepër në avans, shumë më afër respektimit thojse të plotë të drejtave të njeriut. Ajo franceze është nga më eficiente. Sigurisht, një nga ato është është edhe demokracia apo qytetërimi francez. Por prapse vetë atje ka boshliqe të cilat çuan në një keqpërdorim dhe shfrytëzim i cili kaloi në ekstremitetet e Po, është akoma më keq në Gjermani, ka organizime islamofobe. Pra, ka një organizim politik islamofob, janë kundërvend qytetarët gjermanë. Sigurisht, në mënyrë modeste, po janë kundërvend. Këto janë këmbana apo një thirrje që qytetërimi, bota e qytetëruar, bota demokratike duhet marrë në dorë ose duhet edhe një herë strategjitë mbi respektimin dhe vendosjen e vlerave të tjetrit. Tjetri është, unë do të shkoj në jashtë religionit. Vlerave të tjetrit. Ky është koncepti demokracisë. Tjetri mund të jetë ateist. Por ajo është krijesa. Mund të demonstroj konsideratën time për gjithë ateistët që po na ndjekin, ëh? Sigurisht. Në demokraci jemi gjithë të barabartë në konceptin politik dhe qytetar. Ajo është një krijesë fisnike e njeriut. Përzgjedhja e besimit është plotësisht në vetëdijshmërinë dhe vendosjen e lirë. Kjo bën dallimin e madh. Në vendosjen e lirë. Nuk mund të ketë asnjëherë një besim i imponuar nga çdo lloj presioni. Presion fizik, material, financiar, ideologjik, nuk di çfarë pushtetesh e tjera. Absolutisht. Atëherë nuk kemi me një besim, por kemi thjesht rrezikimi i jetës dhe qenia ose mos qeniet në jetë apo jo. Pra nuk kemi besim. Për të kaluar tek çështja biseda e afërt me kryeministin. Dhe kryeministi për këtë e kërkoi me insistim që sa më parë të marrë jetë kjo. Dhe faktikisht është e domosdoshme. Pse? Sepse edhe në zemrën e Europës kemi geto. Çka do të thotë geto? Ju shumë mirë e dini. Problemet janë kudo. Unë kam përshtypjen do shfaqin probleme më të mëdha. Probleme ka kudo, por të ekzistuarit geto në Paris, në Berlin, apo në Madrid, apo në Rom, nuk është diçka e në Britani nuk ka geto. Pra, Britania i nderuar mufti, megjithatë edhe Britania ka nxjerr, po themi, integralistë të këtij lloji që kanë vrarë në emër të Zotit. Edhe që kanë qenë me stereotip të ngjashëm prej ardhje. Pak a shumë, sigurisht, edhe Britani bashkëto janë të gjithë britanik. Është vendi ku ekuilibri i racave është perfekt. Pak unë kam vizituar disa herë, mund të ulesh në një kafe dhe aty i gjen të gjitha racat. Edhe janë të gjithë britanik. Anglezët janë të barabartë me britanikët. Shumë e saktë, po. Megjithatë dhe Anglia bile mendohet që mund të jetë shënjestra e radhës Britania, pavarësisht se sigurisht kemi edhe një importim të këtij lloji fatkeq vrasës të shoqërisë njerëzore. Unë pata raste pa dal nga tema që e kam përjetuar për fatin e mirë, e kam synuar me kohë, që kam qenuar për kohë 2 muaj në Oxford dhe në Londër, dhe vërtet që shumica e vlerave
Edhe religionet janë kudo atje, gjitha. Funksionon shumë idealizma nuk ka asnjëherë. Më kërkojnë reklamën, Mufti, kërkoj ndjes. Janë detyrimet të emisionit. Regjia reklamat. Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar miq, vazhdojmë në emisionin 8-8, po flasim për marshimin e paqes harmonisë fetare në Paris dhe nevojën për ta demonstruar këtë harmoni fetare në vëmendje të mediave, të atyre publike në radhë të parë, por sigurisht dhe atyre private siç jemi ne këtu, dhe padyshim vëmendje politike nga ekzekutivi dhe sigurisht edhe pse jo dhe parlamenti për t'i bërë me ligj gjërat që t'jenë detyrueshme. Po, fjala ke ju më. Për të vazhduar, ju falenderoj, zoti Nura. Për të vazhduar, për sa i përket aspektit arsimor, vërtet tashmë është bërë e domosdoshme ekzistenca e lëndës besimore, të besimit. Pra, sigurisht me drejt përzgjedhje dhe me shumë të... Ju referoni shkollave publike, apo? Absolutisht, shkolla publike, shtetërore. Pra, siç ka kulturë të edukatës seksuale tashmë, le të ketë edhe kulturë të edukatës fetare. Po, për të qenë i qartë dhe i kuptueshëm për opinionin publik. Pyetja që bëhet ju në lidhje me sistemin arsimor që vetë institucioni i komunitetit ka, po ka një rrjet medresesh apo shkolla të mesme, fillore dhe të mesme, që universiteti ju nuk keni. Dhe universiteti që u hap sfundmi para 2 vitesh, hëna e plot, Bedër. Pra zinxhiri i sistemit arsimor është i plotësuar, që do të thotë në shkollat e nivelit mesëm ka lëndë fetare, ta janë brenda kurrikule të Ministrisë së Arsimit të Republikës së Shqipërisë, ka dhe lëndë sigurisht ato që janë në gjimnazet e Shqipërisë, nënvjeçaret, dhe nënvjeçaret dhe plus 3 shkollat e mesme, dhe universiteti është i hapur, ka për herë të parë. Duhet sipas ju duhet jenë lëndë fakultative me zgjedhje apo të detyrueshme? Jo, në sistemin publik pra. Në publik po, kjo që po shpjegoj unë është në shkollat private, në medreset që i administron komuniteti. Ju e keni, e dim atë, po në rastit e po themi për detyrimin e shtetit. Po, ajo çka ju sugjeroni edhe në shkollat publike të ketë lëndë fetare? Po, do të referohesha ose do të sugjeroja specialistëve të fushës që sigurisht shteti fqinj Greqia dhe Italia kanë majoranca të caktuara katolike dhe ortodokse, dhe sigurisht ka një tjetër menaxhim, por shembulli për Shqipërinë është shumë, unë besoj në 100%, 99% që është i mundshëm shembulli i Austrisë. Unë vetë kam praktika austriake. Austria sigurisht nuk ka majorancë, nuk bëhet fjalë, ka një komunitet të caktuar mysliman, ka dhe shqiptarë atje, sidomos nga... Shqiptarët janë kudo, janë po si ebrejt. Sigurisht, po i konsiderueshëm, sepse Austri, Zvicër, shqiptarët e Shqipërisë më pak, ndoshta Maqedonia dhe Kosova më shumë, dhe ka pastaj nga vende të ndryshme, qoftë nga Turqia, qoftë nga Ballkani, Bosnia, qoftë edhe nga Afrika Veriore. Dhe legjislativi austriak e ka rregulluar në një mënyrë që brenda sistemit të vet publik, në bashkëpunim me komunitetet fetare, në një kuadër të mirëfillt dhe specifik ligjor, ka rregulluar orët e mësimit fetar. Por jo vetëm për muslimanët, por edhe për hebrejt, që ka një komunitet caktuar, apo dhe ndonjë pakicë tjetër, por në përgjithësi muslimanët hebrejt. Pakica fetare. Pakicë fetare, pra muslimanët dhe hebrejt, sepse katolikët janë vetë. Pra ky është shembulli më i lehtë, më i shkurtër që mund të merret për në Shqipëri. Për gjithë ata që na ndjekin, ju e sugjeroni me zgjedhje apo me detyrim? Por në shkollat publike po flas. Me zgjedhje, domethënë nxënësi mund ta marrë këtë lëndë ose mund mos e marrë. Me zgjedhje, sigurisht. Kjo i pret rrugën. Është model mjaft e komplementoj domethënë, se sigurisht i detyruar mund të sillte shteti dhe shoqëria shqiptare. Një familje ateiste pse duhet ta? Jo, sigurisht. Ka vënë pak për diskutim këtu. Për zgjedhje apo pa zgjedhje? Edhe për metodologjinë se si do mund të cila është sipas komunitetit. Ajo që gjykoi Spari, shteti të hedh hapin në kuadrin legjislativ, në lejimin, në qenjen në shkollat shtetërore, ndërsa pastaj do të jetë një bashkëpunim shumë të ngushtë me komunitetet se si, sa dhe në çfarë mënyrë. Pra do të jepet nga cili do të jepet kjo lëndë fetare, pra do të jenë të mirëfillt. Nuk mund ta jap fjala vjen një musliman apo një pedagog, një teolog musliman, fjala vjen diçka për ortodoksët. S'është e mundshme, pra do të ishte sa qesherake, por dhe pa drejt, dhe anasjellta. Por rëndësi ka që të hidhet hapi i parë që në mënyrë ligjore të lejohet.
Pastaj specifikat janë shumë më të lehtë, sepse të jeni të bindur, do të jemi dëshmitar të një efekti tetë pozitiv në shoqëri. Tetë pozitiv. Pas me bindje volteriane, po. Nuk besoj se e ndajnë të gjithë, po jo, sigurisht, unë por besoj jam racional. Ose më pakta, kjo do i presë rrugën një informimi nga bota virtuale, që në gjithë ato shkrime, mira, miliona faqe, nuk mungojnë dhe shkrimet tuaja atje. Nuk është bota virtuale është e hapur për të gjithë. Ajo është, por shumica e këtyre nuk kanë nën to një firmë, që do të thotë. Po, ka abuzim. Nuk marrin përgjegjësi. Për sa kohë nuk merret përgjegjësi për çfarë do lloj. Duhet një raport i drejtë midis formimit dhe informimit në fakt, sepse sigurisht. Për fat keq libri po lexohet gjithmonë më pak. Libri është instrumenti që të formon. Sigurisht. Mediat pastaj janë informative. Por përfshirja e kësaj lënde, besimi në shkollat publike do të ketë një efekt të paimagjinueshëm. Sepse më e pakta u pritet rruga, do të thoja atyre pirate, informacione pirate. Pra nesër që të përballen organet e sigurisë apo edhe vetë shteti apo edhe vetë shoqëria përballë duhet të flasim patjetër, por që t'i japim mundësi se hapësira nuk është pa kufi. Po ju si e gjykoni, domethënë futjen e lëndës kulturës fetare në shkollat publike? Se në shkollat tuaja e di që është edhe aty me zgjedhjen mos gaboj. Paktën praktikën katolike unë e di që është me zgjedhje, nuk e di ortodoksen. Po, nuk janë në shkollat tona, nuk janë gjitha fetare. Po, drejt. Përjashtim të 2 shkollave që quhen gjimnaze, të cilat janë fetare. Ato bëjnë 2 lëndë në javë, mbi besim, 1 orë, 2 orë në javë janë lëndë mbi besimin, kryesisht janë gjithë në programi tjetër që ndjekin në shkollat publike. Nësa shkollat e tjera që kemi janë thjesht shkolla private, që i përkasin kishës ortodokse nëpërmjet institucioneve të saj, por jo se janë fetare, të kupton. Ajo që vihet re, edhe jemi dëshmitar, edhe është fakti që në shoqërinë e sotme, kryesisht të rinj, po nuk përjashtohen këtu dhe brezi juaj madje, që nuk kanë informuar shumë ose as pak gjatë viteve të kaluara, dhe tani sidomos, të rinjt nuk dinë pothuajse asgjë mbi besimet fetare. Dhe kjo është një konstatim që është i njohur. Atëherë, e rëndësishme është që të fillojë një lloj informimi për ciklet e, po themi, ndoshta në shkollat 9-vjeçare. Ka praktika, besoj, cilat janë në shkollat praktika që mund të përshtaten. Në shkollat 9-vjeçare mund të jetë një lëndë mbi besimet fetare, dhe kryesisht besimet fetare që janë në Shqipëri, që ne i njohim. Ato që janë prezente, 5 pra komunitetet. Po. Janë rreth 10 fe, mos gaboj, cilat janë me qindra sekte po, pastaj. E pare punës me ato që cilët ata janë kontakt, atyre besime që ata ju përkasin, por edhe që gjithashtu ndodhen në kontakt vazhdueshëm. Është rëndësishme kjo që ata të informohen rreth këtyre. Të kenë një njohuri, kush është për shembull, çdo të thotë kjo fjalë, çdo të thotë kjo shprehje, çdo të thotë ky lloj tradite, ky lloj riti, kush janë dallimet midis këtyre besimeve, kush janë vlerat e një besimi, ose besimeve përgjithsisht, por edhe specifikat e çdo besimi, kush është historia e këtij besimi, si ka lindur ky, kush janë, po themi, edhe kështu me radhë. Një kurrikull i plot, po themi, mbi besimet fetare, që ndoshta mund të jetë një lëndë. Zgjedhje sigurisht. Mund të jetë një lëndë. Jo, ky nuk ka nevojë të jetë me zgjedhje. Mund të bëhet një libër i vetë. Nuk ka nevojë, po. Pikërisht. Historia e religionit në rastin shqiptar. Pikërisht. E religioneve kryesore në Shqipëri, mund të themi. Edhe uniforma, sa i tjetër nuk njeh kush është prifti, kush është dervishi, kush është hoxha, kush janë titujt, më thënë këtu diskutohet pastaj se çfarë mund futet brenda. Një kulturë përgjithshme në shkollat publike, niveli pjekurisë. I qëndroj pyetjes se dua përgjigje. Ju e sugjeroni me zgjedhje fakultative pra të studentit apo të jetë detyruar si gjitha lëndët e tjera? Këtë informacione kanë nevojë ta dinë të gjithë. Edhe ai që nuk beson ka nevojë të di, të dallojë. Çdo të thotë një bektashist, çdo të thotë një ortodoks, çdo të thotë Krishti, çdo të thotë dikush tjetër, një profet, Muhamedi ose kështu me radhë të di, më thënë çanca koncepte kur i thon. Edhe një histori, është informacion. Drejt. Që ju duhet të gjithë. Parimisht dakord. Ju duhet të gjithë dhe nuk flasim për t'i bërë atyre ne futemi këtë temë propagandë. Nuk është për t'i bërë ata besimtar. Nuk është për t'i bërë ata besimtar. Mos njohja është e keqe. Është për t'i informuar. Është për t'i informuar. Doja të di se ka pak informacion për Bektashin, paktën në vëmendjen time.
Ju në praktikën tuaj keni arsim, institucione mosimdhënie? Jo, për momentin nuk kemi. Për arsye se Komiteti Bektashian jeton me pronën e vet, nuk ka rroga, nuk paguan. Ju me prona jetoni gjithë. Po jetoj, po neve kemi ndryshe. Ne jetojmë, se them si manastirit që kanë këta, jetojmë në burimet e brendshme kryesisht. Po prona është ajo që mban ata. Dhe ne duke dhënë ato me qira ose duke punuar, nxjerrim të arrot tona. Pra çdo teqe nxjerrim ju mbështet ju. Shteti për momentin, shteti në raport me ju. Shteti në momentin e herë parë që shteti financoi, domethënë, për objektin kryesor që ne po ndërtojmë, kemi 10 vjet, se nuk kemi asnjë mbështetje nga vjet. Me investim të shtetit kjo? Po, një fond. Po, shteti këtu vazhdimisht pak e na pak kanë ardhur ato të drejtat tona në këto 25 vjet. Njerë u njoft me kushtetut, nga së njoft me kushtetut doli ligji. Mbas një ligji doli ligji për financimin e komuniteteve me që nuk kanë prona, nuk ne kanë pronat. Tash i doli ligji që mbështeten komunitetet që kanë nevojë, si shemi ne për shembull. Pas praktikën me zogët ka qenë praktike. Ajo ka qenë, po se kanë zbatuar, se po të ishte zbatuar ajo, ne do ishim ku do ishim sot. Ne do ishim ata që do mbështesin popullin shqiptar në gjithë jetën e përditshme. Ndash materie, ndash ndërgjegje, ndash për gjithçka. Se pronën, duke pasur pronën, ne jemi të fuqishëm, do të ndihmojmë të varfërit. Do të hapim dhe shkolla. Ne presim të hapim një shkollë, mbasi të mbaroj dhe objekti kryesor. Në shkollë. Ne do të hapim shkollë, jo, shkollë fetare, hapim shkollë të përgjithshme. Jo fetare. Ata që duan të vinë e kanë qenë derën hapur, kur do të vinë të bëhet Bektashin, e të vinë. Pra ne kemi domethënë fakultative, domethënë, edhe këtë mendimin të përbashkët jemi fakultativ, jo të detyrueshëm. Jo të detyrueshëm. Po, urdhëro. Kishe përteshtuar vetëm këtë një njohje e përgjithshme e besimeve, po sa që të themi të besimeve tradicionale në Shqipëri është e domosdoshme që të jetë e obliguar në shkolla. Ajo mund të bëhet mirë nëpërmjet mediave publike. Mundet, por edhe në shkolla sepse është një kulturë shumë domethënëse. Mendoj se është një kulturë e përgjithshme që sepse nga këtu fillon. Gjithçka fillon nga njohja. Nëse unë e njoh tjetrin, unë ndryshe do të respektoj. Nuk kam se ta urrej, po, nëse nuk e njoh, veç filloj të krijoj bariera pengese. Prandaj një landë mësimore në shkolla e detyruar mbi historinë e religionit apo njohjen e përgjithshme të besimeve praktikën shqiptare, se religioni është kudo gjendur, është praktika shqiptare. Historia siç bëhet histori e kombit, bëhet histori me besimit. Se besimet janë në rol kryesor, kanë në formimin e shoqërisë, kudo ku janë. Unë tash për të dalë edhe ke një shqetësim tjetër që është edhe publik, çështja e pronave. Si është problematika? Janë kthyer pronat, debati më i madh është për xhamin e Tiranës. Në fakt unë kam bërë disa shkrime për të sensibilizuar për laicizmin, sepse kur krijohet ekuilibri i duhur, edhe laicizmi është më efektiv. Cilat janë shqetësimet e komunitetet tuaja në raport me pronat? Unë desha të fol shkurt, se unë jam marrë me këtë punë dhe i di pak për problemet e komunitetet tjera. Problemi është se komunitetet fetare janë kthyer vetëm trojet. As tokat bujqësore, as pyetjet e kullotat. Një pjesë janë kthyer, një pjesë nuk janë kthyer. Pra, për mendimin tim, shteti shqiptar do të ndërtojë një strukturë veçantë për jo si gjithë pronarët e tjerë. Për arsye, 4 juristë. Për çdo komunitet e një jurist, dhe neve të paraqesim pronat tona, provat dhe dokumentat dhe thotë, kjo takon, kjo s'takon. Në rastin katolik, se s'kemi shumë hapësirë, në rastin e Kishës Katolike, përsa i përket çështjes të kthimit apo kompensimit të pronës, ka vështirësi të mëdha, me të cilat ballafaqohemi pikërisht në realizimin, jo nga që mungon vullneti i mirë nga ana e qeverisë. Kjo nuk mungon, absolutisht. Por nga ana e realizimit që të arrihet qoftë kompletimi i dokumentave, qoftë pengesat e ndryshme, konkretisht në Vaudejes ku jam une, tani ndëgjoj se ai avokati i cili është marrë me çështjen e plotësimit të dokumentacionit për pronën e Kishës Katolike, tani punon po të njëjtën pronë me mbi vendosje për familjet të cilët duhet të zgjidhur, po sigurisht ka probleme. Po rasti ortodoks kemi edhe 2 minuta hapësirë. Sa më të mendoni që neve vetëm 1/10 e pretendimeve pronave tona janë trajtuar. 1/10. Janë trajtuar apo janë kthyer? Një pjesë janë kthyer, një pjesë janë lënë për kompensim, po vetëm 1/10 e tyre është trajtuar. Të mendoni që janë rreth pronës është komplekse, shumë nga i quhen nis pronar gabimisht, po pronarët e lishëm nuk i kanë marrë pronat, kështu që apo duhet prioritet në raport me. Dhe nëse duam të jemi serioz me komunitetet fetare,
Dhe dinjiteti I tyre është pikërisht një nga tiparët është I respektosh aty pronën, vendet e kultit, por edhe pronat e tyre. Ja, sigurisht mos e harosh kur shpirtin, se shpirti është parsor. Po rasti Sigurisht, dhe komuniteti musliman është një nga pas shtetit thuhet, paktën ka qenë zotëruesi I pasurive më të mëdha të patundshme në Shqipëri. Por unë gjykoj pozitive dhe kalimin e Komitetit Shtetëror të Kulteve në varësi të drejt për drejt të kryeministrit të Republikës. Pra kjo do të thotë që ne kemi mundësinë edhe për ato çka përmendën ju dhe vëllezërit tu për çështjen e kthimit të pronësive të komunitetit fetar, e cila është jetësore. Në fakt, ajo është domethënie e gjithë shtetit drejtës dhe një drejtë legjitime e pamohueshme e cila është her pas here është ndeshur nga shtetu, nga qeveria, edhe deklaratat e vjetore të Departamentit Amerikan. Pra e kanë nënvizuar fuqishëm që komunitetet fetare në Shqipëri, tashmë pas 2 dekadash, e gjithashtu që 3 dekada, duhet të mbyllet ky kapitull. Unë besoj se mund shkohet nga ana juridike duhet të parimit edhe në një lloj diskriminimi pozitiv. Çka do thotë? Favorizimin ose lëvizjen më shpejt në kthimin, në kompensimin e këtyre pasurive, duke qenë për vetë vlerën dhe pozicionin që kanë këto komunitete fetare në shoqërinë shqiptare. Sigurisht të nderuar prona vakëf, prandaj duhet të kthehen. Po, sigurisht të dhuruara. Unë shpresoj që komunikimi me kryeministrin, me politik bërë, me ata që kanë vullnetet juridike, le të fillojë nga rasti I Parisit, shembulli juaj në nevojë dhe të politikës, në nevojë edhe të figurës së shtetit shqiptar, pse jo dhe të kombit, dhe të jetë një dialog I cili të jetë sa më konstruktiv. Edhe padyshim kërkesat tuaja të dëgjohen dhe të zbatohen. Duke filluar edhe nga mesazhi që ju përcjellni për çdo shoqëri, me hapësirat mediatike, siç është kjo këtu, që u bë me vullnetin e këtij televizioni, le të bëhet me vullnetin politik zyrtar nëpërmjet ligjit në radio televizionin shtetëror. Ju falenderoj që ishit me mua në studio, edhe sigurisht edhe një herë ju falenderoj që shkuat në Paris dhe demonstruat një pjesë pozitive të rastit shqiptar. Se jo të gjitha I kemi pozitive, ne duhet kemi detyrimin të jemi realist. Ju demonstruat një pjesë pozitive dhe shpresoj ta demonstroni edhe në Tiranë në mënyrë konstante nëpërmjet institucioneve që ka rasti shqiptar, institucionit që jeni pjesë edhe ju dhe gjithë krerët e komunitetit fetare, dhe ne t'ju transmetojmë kur ju të keni takimet e radhës dhe të komunikoni edhe me besimtarët, edhe me ateistët, pse jo në rastin shqiptar. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju të nderuar teleshikues që ndetet me ne. Bashkë do të shihemi në emisionin e radhës. Miropafshim.